Qyteti i Lushnjës është tronditur në orët e para të kësaj të marte pas një shpërthimi të një sasie të vogël lëndë plasëse në një pallat 5 katësh në lagje nga Formuço. Lënda plasëse është vendosur në hyrje të katit të parë në banesën e Shaqe Gjatës, nënës së Kleas. Kjo e fundit, Mikaela Erthaxhiut, i dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e Lushnjës. Si pasojë e shpërthimit, ka vetëm dëmtime të vogla materiale, mes tyre xhama të thyer dhe mure të dëmtuar. Sipas policisë, në momentin e shpërthimit në banesë nuk ka pasur njerëz. Policia vijon hetimet për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Rreth orës 1 në lagje nga Formuço, në murin e jashtëm të katit të parë të banesës së shtetases me iniciale SHG 57 vjeç është hedhur dhe ka shpërthyer një sasi e vogël lëndë plasëse. Nga shpërthimi janë shkaktuar dëme të vogla materiale. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar forcat e policisë dhe grupi hetimor për të kryer veprimet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve, njofton policia. Klea Gjata nuk është e panjohur për autoritetet. 29 vjeçaria u arrestua në 28 shtator 2023 në kuadër të operacionit të koduar policor Kur mos haro, pas dëshmisë së të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, i cili u zbërthye para grupit hetimor duke zbardhur 6 krime të kryera nga grupi i autorit të masakrës së Lushnjës. Ndaj Klea Gjatës u ngrit akuza për veprën penale për krahje e autorit të krimit dhe mos kallëzimi i krimit. Ndërkohë në 21 mars 2024, gjykata e posaçme liroi nga qelia Klea dhe vendosi ndaj saj masën ndalimi daljes jashtëtetit.